A është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sfis, Naimi ju ka thënë ju që prokurorja më ka bë pyetje si kur me pas vraune? Po, edhe këtu më kanë shkruar mesazhe, në fillim qele, 3 herë, kur kum pyet cili Naim, Morselo, urgent, një shkrim jo i qartë, ka dash mi shkruar urgent. A mund të ktheheni nga solla dhe të shikoni me rand dhe nëse ju kujtohet, personi i cili ka vozitur a ditë veturën Range Rover është në solla apo jo. I kom thonë po, se i kom pas fshatar. Naimin kom thonë një me pak, se arsyeja që ka jetu jashtë, nështë ta 10 herë kom pa krejt komplet. Ndërsa granitin, edhe kushtrimin e një me mjë, se i kom pas klient të tregut aty. Edhe jam pyetur se a keni pa ndoj shumë të madhe parash, që jenë në lokal, edhe i kom thonë që jo, nuk ka vrajt diçka shumë atë madhe që në flit media. Kur u kom kontakti, a ki kontaktu me granitin natën kritike, kom thonë po dikon rreth orës 12, që o kanë me një klub natë dikon në kretin Prishtinë, së më kujtohet sakt. Ju thatë që gjithsej në lokalin tuaj kom qenë dikun 8 herë deri në 10 herë. Po. Po flet gjithsej prej kur ekziston ai lokal apo? Po. Unë dhe ti shtëpijat në fshat i kemi shumë afër. Afër, po. A jam rritur unë në Cermian apo në Suedi? Në Suedi. Suedi. Po. I akuzuar i Granit, Po. në deklaratën e tij thotë që një ditë para ngjarjes kom qenë thot me Naimin te Beka, në lokalin tuaj. Ja, as nuk ka pa kërkush asnjëherë ty e Granitin bashkë lokal të na. Po, kur kom qenë, sepse ne kemi qenë edhe shok edhe në rrjetet sociale. Po. Kur kom qenë në Kosovë, Po. ma shumë kom qenë në Prishtinë apo në Cermian? Në Prishtinë. Florian, ju më keni taku edhe disa herë me fëmijët e mi. Po. Kur kom qenë, sepse gjyqtare përveç pjesës kafenes, është edhe një pjesë market në lokale. Po. Kjo edhe spjegon pse thot 8 herë deri në 10, sepse unë nuk është që kom ndet në pjesën e kafenes, por kom shku me ble bukë ose diçka tjetër për fëmijë. Pyetja është a më ke taku edhe me fëmijët e mi disa herë. Po, po. Por me bashkëshortën time të ndjerë, Po. Lirdonën. Po. A më ke taku ndonjëherë? Nuk kujtohet që kom taku në Naimin me bashkëshortë live. Nuk po flas vetëm për lokal. Jo, edhe jashtë nuk e di, nuk më kujtohet. Se të kom pa në herë Po të Gjigja live me thot, bashkëshortë. nuk më kujtohet që ju kanë takuar juve me bashkëshortën tuaj tani të ndjerë. Nuk i kujtohet. Makina që ka orë ka qenë tip Range Rover. Me ka ardhur me marrë ta marrë veturën, po ka qenë një person i panjohur për juve, me një makinë të tipit Range Rover. Ju më herët potencuat se e keni parë personin i cili e ka vozit veturën Range Rover, pasi Graniti e ka marrë me rend veturën tuaj. Apo? A është e vërtet kjo? Është e vërtet. A ju kujtohet për sa kohë ka qëndruar vetura Range Rover gjatë kohës kur Graniti e ka marrë veturën tuaj me rend? Kujtohet vetëm ata pak minuta që deri ja kam jap makinën Granitit, ka qenë aty makina. Atër kanë vazhdu të dy bashkë, me 2 makina. A keni pyetje tjera, Po. avokat? A keni mujt me po qartësisht personin i cili e ka vozit veturën Range Rover? Atë persona kam po, prapë është i panjohur, nuk e mbaj mend. Ju po thoni që e keni po sot me po a e njeni? Ndoshta e një, si fytyrë më kujtohet, e një. Aurel, mundesh më kthym mbrapa edhe me shiku apo është në stol personin që ka qenë duke vozitur veturën Range Rover, pasi e ka marrë Graniti veturën se atë. Mundesh më kthym mbrapa edhe me po nëse po është personin a është në këtë sallë. Shqeqo krejt salën, edhe avokat apo ullësh, një leju po më në nga mbrapa teje.
Putna, Atë person nuk e shoh këtë, nuk është. atë person nuk është në sol. A jeni ju i vetëdijshëm që ju jeni personi i parë me të cilën Naim Murseli ka biseduar pas vrasjes së bashkëshortës së tij? A ju ka thënë në atë bisedën e parë që bashkëshortja Liridona i është vrarë? Që na kanë gjuhë edhe na kanë vrarë në këtë formë. Po. Kur ju ka thënë këtë, a e keni ditur se nga telefoni i kujt po ju thret? Telefoni ti. Nuk ka qenë telefoni ti. Nga cili numër ka shkruar porosit dhe ju ja keni kthyer? Cilin ju ka dërgu SMS, a ju kujtohet? Prej cilit numër, SMS-in që thot 417 janë ato shifrat e fundit? Po, por aty ku ja kom kthy unë është numër tjetër. Mirë, a e din këtë numrin e plot ku e keni marrë SMS-in? A ishte kjo pyetja prokurore? Jo. Ku e ki kthy, tha? SMS. Jo, ku e keni pranuar? Nga cili numër ju ka dërguar mesazhet dhe në cili numër ju i ja keni kthyer mesazhet? Nuk po ju pyes për këtë numër, por po ju pyes nga cili numër i ka dërguar porosit dhe në cili numër ju i ja keni kthyer porosit, mesazhet. Dy numra. Numri i parë që ka më herët, është edhe numri i dytë. Dy numra. Që ka filluar me thirr prap. I parë që është që e ka më herët. Numri i dytë është me tre numrat e fundit 907. Numri i dytë është me 3 numrat e fundit 907. Edhe këtu më ka shkruar mesazhe, a ti lexoj? Po. Në fillim qele, 3 herë, në këtë numrin e fundit që ka me 907 në fund, kur i kam shkruar me fal cili Naim, jam me musafir. Kur kom pyet cili Naim, Murselo, urgjent, një shkrim jo i qartë, ka dash me shkruar urgjent, pastaj o valën na kanë vrarë. Këtë të fundit çka kem me kam bërë print screen edhe ja kam dërguar numrin e tij në WhatsApp, ku kam komunikuar më herët. Për mi vërtetuar është Naimi edhe kum pa që s'pi shkon mesazhi, pastaj kum thirrën këtë numër. Ja jemi veç e mi afruar aty kanë qenë polic. Okej. Edhe s'ka lënë më afru më shumë. Veç e kum pyet, a ka vdek dikush, po ata se më kanë treguar fare dhe më njerë më largu, se s'kan lënë më najt atë afër. Duke shku më ka thirrë edhe një polic tjetër me emrin Bashkim, ka qenë 10:36 minuta, edhe më ka thonë a mundesh marrë në stacion se duam t'ja komunikojmë Naimit që ka vdek Liridona, e t'jesh ta ketë dikon të afër vetes, edhe i kom thonë që po, për vime një herë, erdhen edhe familja e Liridonës komplet, saksisht kam najtë edhe me Leonardin pak aty në Ngushtlova. Atëherë nderuar dëshmitar, unë jam vllai i të ndjerës Liridona Ademaj. Unë kam vetëm 2 pyetje dhe mundësisht të më përgjigjesh me po ose jo. Pasi kemi najtë bashk në stacionin e policisë në Dragodan, ju keni deklaruar se keni shkuar së bashku me Naimin për në Sves. A njeni personin e tretë i cili ishte me juve? Jo. A është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Sves, Naimi ju ka thënë ju që prokurorja më ka bë pyetje sikur me pas vrarë une? Po. Faleminderit, s'kam pyetje tjetër.